Po, Si përfundim, Berat, a ka humbur autoriteti burrave për shkak të feminizmit? Jo, nuk ka humbur hiç as pak, e kundërta. Duhet më jap vleftë edhe më shumë burrit. Shkaku se edhe me kanon shkruan se femra i ka drejtat e barabarta me burrin. Po? Po, na s'do të më nënvlerësu shkaku se deri vonë, që tha edhe ajo gjyshja, Po? e kemi nënçmu femrën. Po? Në disa raste edhe ka lind na për ara, edhe ka vazhdu apet me punu tokën. Që tha dhe vetë kolegja juj, nuk jepet fjala vajzës në shtëpi. Po është në shtrim, ti pe poshtën. Do më thonë, nëse ti ja bën ato para babës, para me që ka çfarë drejti pja burët mi bua sajna. Do më thonë, ti pe përkull vajzën tone para syve të familjes tone. Jo, e kundërta do të me konë. Mi jep vlefë sa ma shumë vajzave. S'ka autoritet, ka parazi, po thua. Po, autoritet do të më jap gjithmonë të më pas autoritet për me ditë vajzave çka po do me bu. Po nga këto që opsione që i kam unë, ku po qëndro më shumë, se po t'i them të gjitha edhe asnjëna s'po të pëlqen. Jo, burrat nuk i kanë humbur nina, burrat e kanë vendin e vet. Femnat kanë qenë tek shoqënia jonë, shqiptarit nënshlume. Po sot do të më jap edhe më shumë vleftë. Jo që tha ajo vajza më herët për me marrë mjemrin e nanës, ato janë pa lidhje, ato janë që adion pëllavra. Po,